Servete Cakolli 6 vjet më parë kuptoi se është prekur nga kanceri. Luftoi me këtë sëmundje, pohon se është më e fortë se kurrë. Kur isha në dete për pushime, pa kur farë smundje, pa kur farë aty kom zbulu. Dhe kështu që 6 vite ballafaqona tash për tash jam mirë. Çdo femër me vullnetin e vet mund me sfidu. Normal është pak e vështirë, po ja arrin. Deputetet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të jetës politike, shoqërore dhe qytetar, morën pjesë në marshin tradicional ecja simbolike kundër kancerit të gjirit, në kuadër të muajit të luftimit të kancerit në gjij, siç njihet muaji tetor. Ne jemi do të vetëdijshme, e dim që ende duhet shumë punë, kjo sëmundje tani më mund të shërohet, mirë po duhet të ngritet vetdia e grave në mënyrë që ato të ndërmarrin hapat preventues që mos të ndodhë deri te kjo. Nuk mungoj askën nga drejtuar grave që e kanë luftuar dhe po vazhdojnë të luftojnë kundër kancerit. Jo vetëm ata që janë të atakuar, por ne çdo kush mund të atakohemi me këtë sëmundje, prandaj edhe kemi shpreh dëshirë që t'japim kontributin tonë. Organizatorja e ecjes simbolike kundër kancerit të gjirit, Nafie Latifi, tha se si mos t'i kuptoj gratë e prekura nga kanceri, kur edhe vet ka kaluar në për të njëjtat peripeci. Por jo vetëm unë, është i madh ky numër i grave në Kosovë dhe bashkë me mediat e bëm realitet synimin që informata për kancerin e gjirit të arrijë në çdo shtëpi në mënyrë që sëmundja të zbulohet sa më herët në fazat e para kur mbijetesa është më e gjatë. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, u dha kurajo grave të prekura nga kjo sëmundje. Mënyra e vetme për të ndaluar këtë sëmundje është zbulimi i hershëm përmes kontrolleve të rregullta mjekësore, të cilat urgjentisht duhet të bëhen pjesë e kulturës tonë. Ndërsa kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti rikujtoi se komuna që ai drejton u mundëson falas gjithë grave bërjen e mamografisë. Unë jam shumë i gëzuar që këto 2 vite është shtuar tepër shumë numri i pacientëve të kontrolluar, por edhe sot e shfrytëzoj këtë podium, këtë rast, në këtë ditë që t'ju them, ju lutem, kontrollohuni në mënyrë të rregullt, sepse 5 minuta kohë ju shpëtojnë më shumë se 5 vite jetë. Në këtë aktivitet një vajzë i dhuroi flokët e saj për gratë që humbin ato gjatë terapive. Në fund të gjithë bashkë marshuan në sheshet e kryeqytetit. Ecja simbolike kundër kancerit të gjirit, që u mbajt për të 9 herë, u organizua nga organizata jo qeveritare Jeta Vita dhe u mbështet nga komuna e Prishtinës.